Për një drekë të lehtë, të shpejtë dhe shumë të shijshme, është mishi i bardhë i cili përgatitet në këtë mënyrë. Në vazhdim e keni recetën. Marrim një sasi të mishit të bardhë dhe e prejmë në copëza të vogla. Pasi që mishi të jetë gati, marrim një qepë e pastrojmë mirë, gjithashtu dhe qepën e prejmë në copëza të vogla dhe e vendosim në një tigan të cilit i kemi hedhur paraprakisht vaj. E fërgojmë qepën mirë, unë kam vendosur perime të ngrira, por ju mund të vendosni edhe perime të freskëta. Pasi që t'i fërgojmë të dyja mirë, ja vendosim edhe mishin. Të gjithë masën e fërgojmë bashkë për disa minuta, më pas i vendosim erëzat, unë kam vendosur një lugë krip, një lugë veget dhe një lugë biber të kuq. E fërgojmë masën për afërsisht për 10 minuta, më pas e largojmë tiganin nga zjarri dhe marrim një enë tjetër për ta përgatitur sosin e beshamelit. I vendosim vaj, më pas ja hedhim 2 lugë të mëdha me miell, 2 gota qumsh dhe shumë pak veget, duhet që ta përziheni vazhdimisht derisa masa të trashet. Më pas të gjithë masën e bashkojmë me mishin. E vendosim në një enë dhe e fusim në furrë për 15 minuta në 250 gradë. Në ndërkohë kam përgatitur dhe një pire për ta shoqëruar me mishin, kështu duket në fund, ju bëft mirë nëse e provoni.